Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Rinumërohen rreth 500 kuti të qarkut të Tiranës. Partia Demokratike rezulton të jetë forca politike me numrin më të madh të votave të humbura. Plagoset me armë një 26 vjeçar në Shkodër, një biznesmen shpallit në kërkim për ngjarjen. Autori i skeduar më parë për trafik të lëndëve narkotike. Taksa për arsimin nuk do të aplikohet më në Tiranë duke filluar nga janari i vitit tjetër. Bashkia thotë se misioni për ndërtimin e shkollave është përmbushur. Ministria e Jashtme njoftoi këtë të hënë se 4 shqiptarë të tjerë janë evakuuar nga Izraeli. Ata ndodheshin në Izrael për arsye profesionale dhe familjare. Falenderojmë autoritetet izraelite, jordaneze, egjiptiane dhe ambasadën austriake në Tel Aviv për koordinimin e ngushtë me ambasadën shqiptare në Tel Aviv dhe Kairo. Vijojmë të ndjekim me përparësi çdo rast të qytetarëve shqiptar të prekur, të cilët kërkojnë asistencë nga institucionet tona, u shpreh ministri i Jashtëm Migli Hasani. Disa ditë më parë përmes Egjiptit u evakuuan 5 shqiptarë të tjerë. Raporti i Këshillit të Europës për 11 majin i vlerëson zgjedhjet si transparente dhe konkurruese. Në dokument kërkohet që palët të angazhohen për një reformë të re zgjedhore. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës diskuton sot raportin për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri. Në këtë raport vlerësohet se zgjedhjet ishin konkurruese, u zhvilluan në mënyrë profesionale. Por njësoj si ODIHR edhe Këshilli i Evropës vënë në dukje se garuesit nuk patën një fushë të barabartë loje. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve shtetërore gjatë fushatës elektorale. Administrata zgjedhore e menaxhoi procesin në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve shtetërore gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë nga qenia në pushtet. Në këtë dokument theksohet se dita e zgjedhjeve ishte e qetë, në përgjithësi procesi ishte i organizuar mirë, por raportuesit nënvizojnë se pati pretendime të besueshme për presion mbi punonjësit e administratës publike, keq përdorim të rrjetit patronazhistëve, si dhe raportime për blerje vote e pretendime për ndikimin e elementëve kriminal në disa parti politike. Mes rekomandimeve, Këshilli i Evropës nënvizon nevojën për një reformë të re zgjedhore. Asambleja i bën thirrje autoriteteve shqiptare të adresojnë rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe të OSBE-ODIHR në mënyrë gjithëpërfshirëse. Gjithashtu Këshilli i Evropës nënvizon nevojën për të marrë masa kundër shitblerjes së votës, keq përdorimit të burimeve shtetërore, si dhe kundër rrezikut të infiltrimit të elementëve kriminal në procesin elektoral. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste po dalin të humbura nga procesi i rinumërimit në qarkun e Tiranës, ndryshe rezulton me koalicionin e Luzim Bashës që ka rritje të votave. Në ditën e 5 të procesit ku janë rinumëruar gati 500 kuti të gjithë qarkut të Tiranës, Partia Demokratike thedhon humbjen e saj, ndërsa më pas ndiqen nga Partia Socialiste dhe nisma Shqipëria bëhet me më shumë vota të humbura. Gjatë procesit të rinumërimit, deputeti Aslan Dojani kundërshtoi vendimin e KAS për të konsideruar të pavlefshme fletët e votimit, shenjat e cilave dalin jashtë kutisë së përcaktuar, duke paralajmëruar edhe kallëzim në SPAK. Komisioni KAS-i ka marrë disa vendime që për mua janë të kundraligjshme, janë të qëllimshme dhe me sa kam marrë informacion ka një orientim që të shkoj drejt siç kanë qenë për të thënë se këtu nuk janë vjedhur votat, sepse si duket Edi Rama i ka porositur që këtu të mos dale vjedhje vota në kuti se kanë vjedhë boll gjatë fushatës. Dhe konkretisht, edhe sot, ne e pam se si tjetërsohet një vot ku vullneti ishte shprehur qartë në kuadratin vota ishte për Aslan Dojhanin, pavarësisht se kishte lëvizur momentin që e ka votuar qytetari, por si kjo vot me 10 të tjera janë konsideruar të vlefshme. Kur vjen puna për votat e mia, edhe për shkakun se unë kam qenë iniciatori i rikthimit të numërimit, se u është prish Terezia se kanë pas hallin në shkum plazh këto. Sipas rezultatit të pasqyruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në tabelë nga Partia Demokratike, kandidati që vijon të ketë më shumë vota të humbura është Ilir Ali Mehmeti, ndërsa nga Partia Socialiste është ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Partia që ka fituar më shumë vota nga rinumërimi është koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës. Pavarësisht se janë numëruar rreth 500 kuti, asnjë mandat nuk rrezikon të humbet deri më tani me këtë rezultat.
Procesi në Pallatin e Sportit Faria Hoti në kryeqytet po vijon me ritme të ngadalta, ndërsa një numër i konsiderueshëm votash janë shpallur të pavlefshme. Sali Berisha këmbë ngul se vullneti i qytetarëve në 11 maj u deformua nga blerja e votës dhe nga presioni i bandave. Kreu i Partisë Demokratike kundërshton rekomandimin e OSBE ODIR për depolitizimin e komisioneve zgjedhore, pasi sipas tij nuk mund t'i besohet administratës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi shkelje të reja të kodit zgjedhor në qendrat e votimit duke përsëritur se opozita nuk do ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Në pamje të publikuara nga selia e Partisë Demokratike këtë herë, shfaqen komisioner të cilët kontrollojnë votën e qytetarëve në qendrat e votimit, të cilat i përkasin qarkut e Elbasanit. Nuk ka sekret më vote. Të gjitha i kontrollon komisioneri ose voton vetë komisioneri. Ja, vazhdon. Edhe kontrollon tjetrën tani. Edhe pse shkelja e ligjit në qendrat e votimit ngarkon me përgjegjësi të barabartë si komisionerët e Partisë Socialiste ashtu dhe ata të Partisë Demokratike, Berisha u doli në mbrojtje përfaqësuesve të opozitës në komisionet e qendrave të votimit. Aty ku Sara Mile, Arkend Balla shkojnë me hanxharët e troplinëve dhe Suel Çez, komisioneri i ngelet shumë pak hapësirë. Në një kohë që pamjet e publikuara nga VetPD tregojnë se sistemi komisionerëve politik nuk ka funksionuar, kryetari i Partisë Demokratike Berisha e refuzoi idenë e depolitizimit të komisioneve zgjedhore. Ka një propozim në rekomandimet që thuhet t'i bëjnë administrata. Por në botë, nëse ka një administratë që mund t'i bëjë sepse shtetëra, siç është patronazhiste, është administrata shqiptare. Jo, e the kuptova, ajo do pa. Depolitizimi i komisioneve zgjedhore është një ndër rekomandimet kryesore të ODIR, por edhe të Këshillit të Evropës në raportin e fundit për zgjedhjet e 11 majit. Kryetaria e Bashkisë Roskovecit, Majlinda Bufi, u paraqit këtë të hënë në prokurorinë e posaçme. Ajo qëndroi rreth 20 minuta brenda ambienteve të SPAK, ndërsa nuk pranoi të fliste për mediat. Kjo është hera e dytë që ajo thirret nga ky institucion, ndërsa burimet bëjnë të ditur se çështja lidhet me një kallëzim të Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore të vitit 2023, kur ajo u zgjodh kryetare e bashkie. Opozita e akuzon atë për shpërdorim detyre dhe kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Një 26 vjeçar ka mbetur i plagosur me armë pas një konflikti me një biznesmen në Shkodër, pak pas mesnatës së të hënës. Autori Paulin Fusha, biznesmen në Shkodër, është shpallur në kërkim nga policia, ndërkohë që i riu Jozef Çeka ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën me një plagë të lehtë. Pas ngjarjes, autori është larguar nga vendi dhe forcat e policisë vijojnë punën për arrestimin e tij. Paulin Fusha rezulton me precedent penal edhe në të kaluarën, pasi është arrestuar në vitin 2013 gjatë një operacioni antidrog. Për më shumë se 30 orë, vatrat e zjarrit në zonën e fshatit Pilur të Himarës vijojnë të jenë aktive, edhe pse për shuarjen dhe izolimin e flakëve është punuar si nga toka, ashtu edhe nga ajri. Deri në mesditën e të dielës, helikopteri ka vijuar operacionin për vënien nën kontroll të flakëve, por zjarri, ndihmuar dhe nga ajra e fortë, ka djegur sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi. Mësohet se në orët e para të kësaj të hëne, flakët kanë përparuar drejt zonës së Porto Palermos. Në ndihmë të zjarfikësve të Himarës kanë bëritur dhe forcat e armatosura si dhe një helikopter. Taksa e arsimit në Tiranë nuk do të aplikohet më duke filluar nga viti i ardhshëm. Zyrtarët e bashkisë kanë bërë të ditur për Vision Plus se qëllimi për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në kryeqytet është përmbushur. Nga viti 2026, qytetarët dhe bizneset e Tiranës nuk do të paguajnë më taksën e përkohshme të infrastrukturës arsimore. Sipas të dhënave, fundi këtij viti është edhe afati final që kjo taksë është në fuqi. Lajmin e konfirmoi kryetaria e bashkisë Jonida Halili gjatë një interviste për emisionin E Zonë. Në vitin 2026 nuk do të jetë më kjo. Këtë desha të pyesja. Pra nuk do të propozohet për të shtyrë sërish në fuqi? Jo, nuk do të jetë më. Ligji gjithashtu parashikon që një taksë e përkohshme mund të miratohet vetëm 2 herë dhe e ka plotësuar ciklin. Kjo taks nisi të aplikojë nga viti 2016 dhe sot, 9 vite më pas, zyrtarët e bashkisë thonë se ajo e ka përfunduar ciklin pasi një numër i konsiderueshëm objektesh arsimore janë rikonstruktuar. Kategoria e familjeve paguan 1.800 lek në vit, të ndarë në mënyrë të barabartë, 150 lek në faturën e ujit çdo muaj këtë taks.
Ndërsa për kategorinë biznes, kjo taks nis nga 4.000 lek në vit deri në 37.000 lek në varësi të aktivitetit ekonomik. Për 2 ditë radhazi, 16 skuadra garuan atë që njihet si kampionati i volejbollit të plazhit. Turneu i quajtur Red Bull Spike solli emocione sportive në Golem, ndërkohë që vendin e parë mori ekipi nga Kosova. Më 21 qershor nisi zyrtarisht Red Bull Spike në Golem, një event që rikthen emocionet e volejbollit të plazhit me adrenalinë dhe spektakël të garantuar. E konsideruar si një nga garat më të pritura të verës, Red Bull Spike mblodhi 16 skuadra nga e gjithë Shqipëria, të cilat hynë në fushë me një qëllim të vetëm, të shpallen kampion të këtij edicioni. Gjatë ditës së parë u zhvillua faza eliminatore ku ndeshjet sollën jo vetëm përballje të forta, por edhe sfida teknike. Kalimi nga volejbolli indoor në rër ndryshoi të gjithë dinamikën e lojës, duke bërë gjithçka më të vështirë dhe më kërkuese fizikisht. Gjyqtarët e Federatës Shqiptare të Volejbollit gjykuan çdo ndeshje duke qenë të drejtë dhe transparent në çdo pikë. Djemë dhe vajza, të rinj me talent dhe emra të njohur të volejbollit shqiptar, dhanë maksimumin për të kaluar në fazën e radhës. Çdo pikë ishte e luftuar, çdo set me rëndësi dhe entuziazmi i publikut i dha energji çdo aksioni në fushë. Në përfundim të ditës së parë, 8 skuadra siguruan biletën për në çerek finale. Niveli i lojës u rrit, tensioni gjithashtu. Emrat e mëdhenj nisën të spikasin, por nuk munguan as surprizat që trazuan pritshmëritë. Loja u bë më taktike dhe më intensive, ndërsa skuadrat më të mira kërkuan vendin e tyre në gjysmë finale. Të dielën më 22 qershor u zhvillua finalja e madhe, e cila u arbitrua nga Federata Shqiptare e Volejbollit. Pas 2 ditësh garë intensive, kampionati u mbyll me emocion dhe spektakël. Në fund të edicionit, vendin e parë mori ekipi nga Kosova, që përfaqësohej nga Erion Bajrami, Valmira Ramadani, Loresa Avdyli dhe Ermal Maliqi. Jemi shumë të lumtur pas fitores në një ndeshje shumë të vështirë. Kjo ishte një risi në volejbollin e plazhit. Në Shqipëri nuk ka pasur asnjëherë një organizim të tillë. Mendoj që jemi stërvitur dhe kemi ardhur me një qëllim që të fitojmë, por konkurrenca ishte e vështirë, jo si e kemi menduar. Jam shumë e lumtur që fitum, përgëzoj gjithë bashkëlojtarët e me dhe shpresoj që jemi edhe në takime tjera si organizime. Në vend të dytë u rendit ekipi Bishet, ndërsa vendi i tretë shkoi për ekipin plazhistët. Kjo ishte gjithçka e përgatitur dhe për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.